këtë qëllim, së bashku me historianin Ilirian Gjika, stacionin e parë vendosëm ta bëjmë në Sheqisht, aty ku fusha e rrafshët e Myzeqes zvendësohet nga disa kodra të buta të valëzuara. Pikërisht, në njërën prej tyre ndodhet kodra e Shën Sotirit, e veçanta e së cilës është se dikur, përpara fortunës ateiste të vitit 1967, ndodheshin 7 kisha, vendosja e së cilave pranë njëra tjetrës është një enigmë më vete, por le të shohim më konkretisht në terren. Të nderuar shikues, për ta ilustruar më tej udhëtimin ton gjurmime historike, kemi ardhur pikërisht këtu në zonën e Myzeqes dhe pikërisht në Sheqisht. Për të qenë më eksakt, jemi me historianin Ilirian Gjika, i cili do të na flasë për kishën e Shënmaris. Sheqishtja dhe zona e saj janë një nga vendet më unike që ndodhen në rrethin apo qarkun e Fierit ose dhe rajonin perëndimor të Shqipërisë. Është një fshat që ndodhet sa në fush, aty ku dikur shtrihej këneta e Sheqishtes, që ishte një basen i madh ujor që niste nga Sheqi dhe përfundonte nga Sheqi në pjesën perëndimore, deri në Strum në pjesën lindore dhe që ushqehej me ujin e lumit Seman që ndodhej në veri të saj. Dhe pjesa tjetër e Sheqishtes ndodhej mbi një kuriz kodrinor ose një masiv të vogël kodrinor që quhet masivi i Shën Sotirit, për shkak se një nga objektet kryesore të kultit në këtë masiv kodrinor që ndodhet në pjesën veriore të tij mbante emrin e shenjtit Sotir dhe ku ndodhej dhe kisha e Shën Sotirit, ku ndodhet dhe sot kisha e re. Është interesante se ashtu si Roma e vjetër dhe ky vend ndodhet mbi 7 kodrina, ose ky masiv përbën nga 7 kodrina të vogla, në cilën më interesantja është sepse ndodheshin 7 objekte kulti. Ndërsa sot ne mund të ndeshim vetëm 2 sepse furia ateiste e 1900 e vitit 1967 i shkatroi. Të gjitha këto objekte kulti ishin të ngritura pikërisht mbi këto 7 kodrina. Mbi këto 7 kodrina. Duket si një dukuri misterioze. Interesante, nuk e shpjegojmë dot, por ndoshta ky ka qenë një vend i izoluar ku njerëzit ose besimtarët e krishterë gjenin prehje, gjenin ngushëllim, por kishin edhe ishte një vend i favorizuar për të zhvilluar pikërisht misionin po themi fetar. Ne nuk përqendrohemi ke misioni fetar, por ke vlerat historike dhe ke këto vlera unikale që po i shpjegojmë. Interesant është se këto kisha janë kisha e Shënmaris, e rindërtuar në kisha e sotme. Në portikun e të cilës ne gjendemi tani, është kisha e Shën Sotirit, që do ta vizitojmë pak më vonë, kisha e Shën Prokopit, Shën Janit, Shën Lukanit, Shën Lazarit dhe këtu po ndalem ke Shën Trifoni që ndodhet në kodrinën veriore dhe që është një mauzolem, një kish e një manastiri në të cilin ishte varrosur një nga shenjtët